vinte po më shpesh vinte në mënyrë të përhershme Petri Dume, shefi shtabit përgjithshëm. Domethënë Bekir Balluku dhe Petri Dume. Po, dhe Petri Dume. Dhe Petriti duke futur në klasë. Ja. Petri Dume është ai ai është Bekir Balluku. Po Bekiri ky. Po, Petriti kush duhet të jetë? Nuk është Mehmet Çeu. Mehmet Çeu. Ai nuk është ai mbrapa, ëh? Nuk është ai. Enveri, Mehmet Çeu. Zhukovi. Bekir Balluku vinte. Po, vinte Bekir Balluku. Si ishte Bekir Balluku? Bekir Balluku ishte njeri i komunikueshëm, si duke përgatitur se para se me ardh, sepse dhe pilotat i ka vizituar shpesh Bekir Balluku. Nuk fliste gjëra që nuk i takojnë aviacionit. A nuk fliste? Po, nuk ja fuste kur themi neve dikot. Po fliste ato gjëra. Ishte kujdesshëm? Po, me shumë kujdes dhe për mendimin tim kishin një përgatitje të mirë. Bekir Balluku, ëh? Bekir Balluku dhe se ai mbaroi shkollën në Bashkinë Sovjetike, se përpara se të shkollën në Bashkinë Sovjetike nuk kishte arsimim. Po. Dhe ka qenë një njeri i mirë, i komunikueshëm. Po. Për shembull, neve në aviacion pastaj kur na ndodhin katastrofa ajrore, ai në vend që nuk vinte për na dërmuar, për na dëshkuar, po shifte që neve ishim shumë të vrarë dhe shpirtërisht, dhe pastaj ai na jepte zemrën neve. Jepte zemrën Bekir Balluku. Thoshte mos të bëni më se fundi di jeta di këtë i ka, për ai u përgatitur një përgatitje që ke përshtypje të mira për Bekir Balluku. Unë kam përshtypje të mira. Ai ka ngjarë mbesa? Në pamje po. Në pamje? Në pamje. I ka ngjarë, ëh? I ka ngjarë komplet. Qa thua? Identik. Belinda? Po, Belinda, unë kur e shoh atë më duket sikur po shoh Bekir Ballukun. Qa thua? Po. Po kështu në tip? Po në tipin nuk mund ta përcaktoj, po punëtor është. Punëtor është? Po, punëtor. Po Bekiri ishte punëtor? Punëtor ishte. Ishte, ëh? Po, punëtor ishte dhe nuk rrinte një ditë në një vend të pavajtur në E vrau Elveri. E po shkatoj, si e kalove atë ditë? Atë ditë unë shpejtërisht sigurisht e di pa e thonë kuj, të them drejtën, po shumë rënd. E përjetove keq? Po, keq e përjetove. Sepse kishe simpati? Jo, vlerësim pozitiv. Vlerësim pozitiv, po. Vlerësim e njëri që nuk meriton të përfundojnë në atë mënyrë. Në plumë? Po. Dhe nga Bekir Balluku shkuat në... Jo, Petri Dume. Petri Dume. Nuk e dija kemi një foto të Petri Dumes, kemi disa foto të ushtarakëve shqiptar, po besoj duhet jetë e Petri Dumes. Okej, po mund të e tregoni? Po, Petri ishe shefi shtabit. Shefi shtabit përgjithshëm, general lejtnant, heroi popullit. Petri Dume. Ani heroi popullit ishin gjithë ata? Jo, gjithë jo. Si ishin gjithë? Jo, nuk ka qenë gjithë. Enver Hoxha ishte? Po Enver Hoxha ishte si. Myslim Peza ishte? Kush? Myslim Peza. Myslim Peza, po. Bekir Balluku ishte? Bekir është bërë nga fundi, po. Po nga fundi, po ishte? Po ishte. Herë herojt popullit ishin ata, po? Jo. Dhe çfarë tha Petri Dume? Petri Dume erdhi dhe na tha që juve të klasave të fundit, tha përgatituni mirë, se do dërgojmë jashtë shtetit do dërgojmë studentë për jashtë shtetit. Nuk e tha për pilota. Nuk e tha për pilota? Jo, një nxënës aty i klasës Akim Vebiu nga Gjirokastra, i tha, shoku general lejtnant tha nga jashtë shtetit shkojnë ata që i ka blapsi. Këtë petit i tha, ashtu tha? Tha, po si është që punë? Po i tham dhe vetë. Dhe jam dhe shpjegum që vitën parë, vitën parë ka patur raste që kanë shkuar nxënës poshtë mesataras, dhe sa di nxënës të shkëlqyer, unë kisha një rast për një nxënës nga Lezhë që nuk shkoj ai, po shkoj një tjetër që ishte më dobës se. Dhe si ishte. Pastaj ky rast besoj se Petriti megjithëse ishte një ushtarak shumë i rrept, shumë i rrept, shtë pamje. Ishte i rrept, ushtarak ishte i rrept. Dhe sa dhe për vendimmarrje ishte shumë i drejtë. Petrit? Po, Petriti. Dhe kush ishte më i mirë, Petrit apo Bekiri? Jo, këtë dalim nuk e bëj dot. Nuk e bën. Ja, nuk e bëj dot. Dhe në atë vit caktohen student për Bashkimin Sovjetik për pilota nga Veriu për herë të parë. Ti je pilot i parë i Veriut? Jo në Veriut, i Kukshit. Nga Kukshit ti je i pari? Po, i pari. Pilot i pari? Po, pilot i pari. Po nga Veriu? Nga Veriu ka nga Shkodra. Duke pas nga Shkodra? Po, Shkodra ka patur.
Ashtu, dhe për atë vit ky pastaj me caktoj 2 studentë për pilot nga Kukshi. Kush i caktoi? Petri vetë, Jo, jo të sallë, po them unë që me scenarin. Kam biseduar. Me shkruaj duhet të ketë qenë udhëzimi i tij. Po. Se vajtëm 2 pilota, 2 studenta për pilot nga Kukshi, 2 nga Tërpoja, 2 nga Rësheni, 3 nga Peshkopia. Tani, këtu është Enver Hoxha. Po Enver Hoxha kishte, jo, nuk e kemi, nuk është asnjë. Jo, okay. Po, domethënë dy Skënderbegas do shkonin për studime për pilot në Bashkinë Sovjetike. Po. Ju dhe një tjetër nga Kuksi. Nga Kukshi. Si quhej tjetri? Quhej Sami Gjana. Shkuat ju në Bashkinë. Po shkuam në Bashkinë Sovjetike. Ku studiuat? Neve shkuam për të në Bashkimin Sovjetik, shkolla më e njohur për sa të përgatitjes së pilotëve, ka qenë shkolla me emrin e Çkallovit, një pilot me njohje shumë të thellë në Bashkimin Sovjetik, në qytetin Borisoglepsk. Ku ishte ky afër Moskës? Jo, ky ishte në jug perëndim të Moskës. A jug perëndim të Moskës? Atje qytetet e